Në organizimin e Këshillit të Drejtave të Njeriut në sallën e konferencave në Preshev, është mbajtur tryezë me temën Gjendja dhe sfidat në përdorimin zyrtar të simboleve kombëtare në rrugin të Preshevës, e cila realizohet në kuadër të projektit Forcimi i Stabilitetit në rrugin të Preshevës përmes integrimit të pakicës kombëtare shqiptare. Në këtë tryezë të pranishëm ishin nga pushteti lokal i komunës së Preshevës, si zëvendës kryetari i komunës së Preshevës zotëri Xhelal Mehmeti, nga shoqëria civile, organizata veteranëve të luftës, organizatat jo qeveritare të Preshevës dhe Bujanocit, ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Galip Beqiri, nga Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim Evropian, trupi koordinues, se dhe përfaqësues të Këshillit Kombëtar Shqiptar, nga mediat të shkruara dhe elektronike dhe shumë të tjerë. Hapjen e kësaj tryeze bëri përfaqësuesi i Këshillit të Drejtave të Njeriut Enkeli Rexhepi, i cili është organizatori i kësaj tryeze. Përdorimi zyrtar i simboleve kombëtare shqiptare. Ligji për të drejtat dhe liritë e pakicave kombëtare pamundson përdorimin e simbolit të shqiptarëve, flamurit dhe sfond të kuq dhe me shqiponjën e zezë dy krenare në mes, i cili është edhe flamuri shtetëror i Republikës së Shqipërisë. Shqiptarët konsiderojnë se çfarë do ndryshimi këtij simboli paraqet ndërhyrje në identitetin e pakicave shqiptare në Serbi. Kështu, si është kjo çështje paraqet një kontestim midis komunitetit shqiptar dhe shtetit, që nga përfundimi i konfliktit armatosur më 2001. Shqiptarët konsiderojnë se ky kufizim paraqet dhe shkeljen e nenit të 8 të ligjit të njëjtë që garanton me këtë ligj nuk ndryshohen e as nuk hiqen të drejtat e pjesëtarëve të pakicave kombëtare të fituara sipas rregullave të cilat janë aplikuar deri në hyrje në fuqi të këtij ligji. Pra, me kufizimin në prag të nenit 2, ndërhyjet me të drejtën e më të fituara të pakicës kombëtare shqiptare, e cila të drejtën e përdorimit të simbolit kombëtar e kishte fituar që gjatë kohës së ish Jugosllavisë. Pra, tani na jemi në një çështje se çfarë duhet apo ku kemi arrit me përdorimin e simbolit kombëtar, përdorimin e gjuhës shqipe në institucione shtetërore, apo përdorimin e shkrimit shqip në institucione shtetërore. Çfarë është bërë me këto çështje? Deri ku kemi mri, e shohim se kemi gabime shumë edhe në për mjetet identifikuese të personave, në për letërnjoftimet e tjera, apo në librin Amz e këto tjerët, do thonë mes alfabetit çirilik dhe alfabetit latin, kur emrat e shqiptarëve nuk janë të shkruar ashtu siç duhet, dhe hasim gabime të shumta. Përdorimi kryesor e kemi pasur tek çështjet e pakicave tjera kombëtare dhe komunitetit tjera të kombëtare në Serbi, të cilat disa pothuajse kanë të zgjidhura, ndërsa tek ne kemi mbetur aty ku ka fillu dhe nuk është bërë asnjë hap. Pas hapjes së këtij debati, më pas filluan edhe debatet rreth përdorimit të simbolit kombëtar, pse nuk po zbatohet kjo e drejtë e pakicës shqiptare në Serbi, ku në këtë debat në fillim fjalën e mori ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Galip Beqiri, ku më pas u kyçën në debat Ekzon Lagën nga shoqëria civile në Bujanoc, zëvendës kryetari i komunës së Preshevës Xhelal Mehmeti, Enver Mehmeti, sekretari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, se dhe Gani Rashidi nga Qendra për Evokim. Është e vërtetë që në kuadër të kompetencave të Këshillit Nacional apo Këshillit Kombëtar Shqiptar është edhe çështja e përdorimit të simboleve kombëtare, ndër ato edhe çështja e flamurit. Më tepër do të fokusohemi rreth flamurit, pasi që edhe tema sotshme apo biseda sotshme është më tepër rreth asaj, por do të mundona të prekë edhe çështjet e përdorimit zyrtar të gjuhës. Shikoni, në Serbi, tash nëse mora dhe ligjin, por neni 30 duket është që thotë se pakicat kombëtare shqiptare, pakicat në Serbi kanë të drejta ta përdorin flamurin, mirë po një pasues tjetër thotë se flamuri i cili përdoret nga ana pakicave nuk guxon të jetë, nuk duhet të jetë identik me shtetin anë apo me flamurin e shtetit anë. Kjo debat, kjo çështje ka hinë në Këshillin Nacional para 3-4 viteve, është bisedu mjaft, dhe për shkak zgjidhjes së problemit të flamurit, ju dini se sa herë që ndojnë për vitin e ri apo për festat, gjithmonë njerëzit kanë pasojë. Një ndër ata jam edhe unë që gati që 3 vite më thirrin në gjykatë për shkak se kam shkel ligjin
rreth çështjes flamurit. Ditët e fundit është dënuar dhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar tash Yunus Muslimi me 100.000 dinar si person fizik është dënuar, dikun Këshilli është dënuar me 100.000 dinar, kurse ai është dënuar me 10.000 apo 15.000 dinar. Me këtë po do të thonë se shteti ka dalë dhe djene koha të na disiplinoj, sepse nëse format e dënimit shkojnë, njerëzit e ndojnë flamurin vetëm atëherë kur e shohin se s'ka dënime, s'ka pasojë, apo kur vjen e çështja e pasojëve, shumë njerëz ikin që ta ndojnë flamurin në institucione, po flas. Shpesh thonë njerëzit se kemi të drejta ta ndojmë, me ligj nuk kemi të drejta, mirë po drejta jonë është që ta kërkojmë. Debate është bërë, shumica prej 19-18 pakicave që kanë qenë deri tash kanë arritë që ta ndryshojnë flamurin, por në ligj nuk thuhet saktë se sa përqind mund të ndryshohet flamuri. Edhe a është 30, a është 10, a është 5, por disa pakica që janë pak më të fuqishme, që kanë numrin e popullatës më të madhe, kanë bërë këto ndryshime, do thot hungarezët, kanë bërë kroatët, kanë bërë slovakët, kanë bërë bosnjakët. Kurse pakica qera të vogla nuk e kanë bërë këtë ndryshim. Te shqiptarët është bisedu kjo çështje, mirë po ne nuk kemi marrë, edhe se kemi pas drejtë të thëmë edhe guximin, ose kemi pas edhe përkrahjen e popullit, që të nisë kjo iniciativë që të bëhet kjo ndryshim, edhe unë kam thonë shpesh publikisht se këtë ndryshim mund ta bëjnë vetëm shteti jam Shqipëria dhe Kosova. Kurse ne si popullat, as si mendojmë, as si duhet të him se e punës. Gjithmonë me thirrën atë se flamuri shqiptar është flamur kombëtar, ku e përdorin që gjitha shqiptarët, në gjitha troje shqiptare, ku janë si në Malzi, si në Maqedoni, si në Kosovë dhe këtu. Edhe këtë debat ka metë kështu, virëm, kur ka qenë në vizitë e Rama, këtu unë ja kom qelë këtë temë, ka qenë prezident edhe Pandeli Majka, i kam thonë që këtë rast ju duni të na ndihmoni. Ose të na jepni përkraje që kësaj çështje s'duhet me hi fare hiqna, ose ju duni ta bëni një zgjedhje për neve. Ne faktikisht jemi virëm rreth çështjes së flamurit dhe mundohemi që ta përdorim. Kjo përdorimi i tinzar, përdorimi i një nate apo i 3 orëve apo i 5 orëve flamurit, kjo është vetëm me bo hajgare me popullatën, edhe me bo hajgare me njerëzit, me ndu 5 orë, 3 orë, ose me tërheq flamurin edhe me thonë që sa përsi e faqe. Kështu që unë apeloj edhe nga këj forum, edhe nga forum e qera që kjo çështje, këta debate janë të mesardhën e na duhet me. Na kemi ngrit, po mendoj, ose buja në atë kohë, ngrit iniciativë dhe i patëm një 2-3 modele, tentuam nëpërmes subjekteve politike këto modele të qeshme, mirë po kemi hasë në kundërshtim edhe partitë politike që kanë pranuar. Faktikisht edhe Këshilli Nacional dhe kemi me virëm. Ajo që mund vrajtë fillimisht ke mos pjesëmarrja e përfaqësuesit, domethënë kryetarit të Këshillit Nacional, qetra përfaqësuesve të pushteteve lokale, domethënë që lirisht kisha mujtë me thonë, domethënë është një shqetësim shumë i madh, domethënë se ata nuk kanë interesim të marrin me këtë çështje shumë të ndihshme për shqiptarët, domethënë ku jetojnë këtë Republikën e Serbisë. Unë si një i ri për shoqërisë civile aktivist një 5 vjet e kaluam, kum pas mundësi me debatu në për vende dhe tërjeza ndryshme në Beograd ku u konë nevoja, domethënë me përfaqësu shqiptarët me atë bagazhin që unë e kum pasën. Deshte më ndërlidha fillimisht ish kryetari i Këshillit Nacional, ku e përmendi atë për takimin me Edi Ramën, mos gabofsha kum qenë edhe unë prezident aty. Edhe kemi pas domethënë para takimit kemi pas ekspozitën e flamujve të Lames, Artan Lames. Edhe keni pas mundësi, domethënë ti si ish kryetari i Këshillit Nacional edhe ish kryetar të komunave me zgjedhje një për flamujve, po unë kisha thonë që nuk keni ju ata që mundi me vendos fatin e shqiptarëve në Serbi, se nuk kemi veç në Preshevë, janë vetëm shqiptarë që jetojnë këtë shtet. Domethënë ka shqiptarë që jetojnë edhe në pjesën veriore edhe jugore, edhe perëndimore të Serbisë. Edhe fillimisht unë si përfaqësues i shoqërisë civile kisha propozuar, domethënë nëse dojmë marrë një farë vendimi, atë paraprakisht ta bëjmë një farë plani aksionar si do të përfaqësohen shqiptarët, tu e ditë domethënë procedurën, procesin që ka hi Serbia në integrimin
në Bashkimin Evropian edhe hapjen e kapitujve 23-24 që janë më të ndihshmet edhe ku mund më përfaqësuan aty, domethënë drejtat e pakicave. Fillimisht kisha dashur domethënë me pas një farë mobilizimi edhe një farë lloj koordinimi se deri që këtë moment, domethënë sa është ora 12 gjithë një, nuk ka pas kurrë asnjë koordinim ndërmjet partive politike sa i përket interesit për bashkët nacional. Kemi pasur mandatin e kaluar, kemi pasur domethënë 2 përfaqësues në Parlamentin e Serbisë ku domethënë kemi pas një farë zërimi më të ndihshëm sa i përket përfaqësimit në atë nivel. Edhe kemi pas një kryetar Këshillit Nacional që nuk ka bashkëpunuar asnjë moment me ata 2 deputet, qofshin ata të dalur sikur që kanë pretenduar ata me vota të vjedhura apo pa vjedhura, domethënë ata janë përfaqësues në ato momente legjitim të komunitetit shqiptar në këtë shtet. Qetra që u konë gjithashtu edhe kryetarët e komunave Bujanovc edhe Preshev nuk kanë dashur domethënë me ndisa i përket bashkëpunimit. Ju si ish kryetar i Këshillit Nacional një rrjedhë më shumë rreth punës së Këshillit Nacional në këtë drejtim. Edhe vetë dini kone kena pas përfaqësues, domethënë në atë farë bazenin edhe në atë farë restorantin që kanë shkuar i ka çu Këshilli Nacional për sigurimin ose tekste për pilimin e një farë draftit, se për këtë drejtë pakica kemi pas profesor Zenien edhe Naim Salihun, që kanë shkuar më shumë me shfrytëzuar ato për pushime, relax, se sa domethënë me ngritë farë çështje shumë ndihshme për shqiptar. Ajo qeta që unë po domethënë si një moshatar i ri është që a keni me pas ju nesër, se domethënë jemi në shekullin 21, na jemi të marr hala me flamurin që në gjenatës teme nuk i intereson më puna do ta ngrish flamurin me 28 nëntor, se ato këtë pedim, çfarë ditë kena me ngrit, thotë nesër kena me hekën. A ka me pas dikush kush me ngrit atë flamur nesër? Domethënë çështje elementare, domethënë elementare në këtë shtet për gjeneratat që po vinë përmas është ekzistenca. Që nuk keni me pasën kush me ngrit atë flamur edhe nëse zgjidhni atë çështje. Këtu po flitë që po mungojnë institucionet, unë jam në emër të kabinetit kryetarit të Preshevës këtu, dhe jemi të e përcjellë me vëmendje jo vetëm këtë debat, por gjitha debatet sa i përket për shumë çështje, për shumë probleme. Ju e dini se na jena po shet shumë i ri këtu, dhe jemi të ballafaqur me probleme shumë të mëdha, me pasoja shumë të mëdha, dhe një ndër ato pasoja është edhe përdorimi i simboleve tona. Problemi se çka ka qenë dhe cilë problem mundem me zgjidhën, si mund të zgjidhim talmën, do thotë është pika e parë në të mund duhet të përmirësojmë vetveten tonë. E dim se çfarë debate ka pas më hershme, cili do subjekt apo cili do institucion që ka propozuar diçka, pavarësisht a ka qenë i mirë apo i keq, u kundërshtu nga pala tjetër për interese të caktuara. Kjo do të thonë, të ne ka munguar unifikimi mes subjektave apo mes institucioneve. Nëse Këshilli Nacional, deputeti, kryetarët, institucionet e komunave bashkëpunojnë mes veti, dalin me një qëndrim të përbashkët, definitivisht se është një fuqi që mundëm të zgjidhim problemin e simbolit, problemin e teksteve, shumë probleme tjera. Po kjo i ka munguar deri tash politik bërjes pluginës Preshevës. Dhe unë mendoj se në talmën me një kohë shumë të shkurtër, ky problem do të kaluat spari unifikimi i institucioneve tona ku mandej mundin të zgjidhin problemet. Kështu që ky debat kisha dëshiruar që më shumë të fokusohet në çfarë forme mund ta zgjidhim problemin, se sa i përket asaj çfarë probleme kena shumë e qartë, ne dim gjithë çfarë probleme kena këtu. Edhe më herët paraforçi që ceki, do thotë Medvedjin të Ekia ashtu të ballafaqur me rezistencën e fundit, a do të ekzistojë një komunitet shqiptar Medvedja jo. Tash të flitet për Medvedj flamurin, Medvedj mundi me shku me ngrit flamurin ku doni, se nuk keni popullat atje. Kështu që ne kemi shumë probleme dhe do të mundohemi me zgjidh gjitha problemet, por njëkohësisht përdorimi i simboleve ajo është diçka çështje kombëtare që na prek neve shumë. Dhe besoj që kjo duhet zgjidhet, po pa pas një unifikim gjitha subjekteve, gjitha institucioneve, kjo kur nuk mund me arritën. Serbia gjithmonë e ka shfrytzuar këtë, se nuk kanë mu marrë vesh në Preshevë, as në Bujanovc, as në Medvedj. Qëse janë injoruar deputetët, u injoru Këshilli Nacional, u injoru kryetari i Preshevës Bujanovc, mbarët me të planet e veta, me të idetë e veta, filozofitë e veta, ku na ka pru deri në këtë gjendje të cilën jemi, një gjendje katastrofale. Dhe unë, si propozim për jabë, të thotë, duhet në kjenë unifikimet e subjekteve dhe institucioneve
Preshevë, Benës Medveq, për ta zgjidhur problemin e simboleve dhe shumë probleme tjera që janë të na prit. Po përmend këtu për çka duhet ne të bëjmë për zgjidhjen e këtij problemit, për të ndryshuar ligjin, mendoj se ligji për mbrojtjen e pakicave kombëtare në jeni 16, paragrafi 2 është në kundërshtim të drejt për drejt me Kushtetutën e Republikës së Serbisë, pasi që në jeni 79 të Kushtetutës së Republikës së Serbisë, do ta citoj, parasheh që personat që u përkasin pakicave kombëtare kanë të drejtë për të ushtruar, mbrojtur, kultivuar, zhvilluar dhe shprehur publikisht karakteristikat kombëtare, etnike, kulturore dhe fetare dhe simbolet e tyre në vendet publike. Dhe pasi që sistemi ligjor i Serbisë është unik, akti më i lartë juridik është Kushtetuta, dhe të gjitha ligjet dhe aktet tjera të përgjithshme në fuqinë e Republikën e Serbisë duhet të jenë në harmoni me ligjet dhe Kushtetutën. Pra nuk mund të jenë në kundërshtim as me traktatet ndërkombëtare dhe rregullat e përgjithshme të pranuara të së drejtës ndërkombëtare. Dhe ne mendojmë se Këshilli Kombëtar Shqiptar duhet të inicojë një procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë të ligjit, posaçërisht në jeni 16 paragrafi 2 dhe gjykata kushtetuese pra të inicojë procedurë dhe të bie vendim që ta konsiderojë me këtë paragraf jo kushtetues. Ndërsa sa i përket përdorimit të gjuhës dhe shkrimit të saj, Këshilli Kombëtar Shqiptar ka reaguar në disa raste. Sa i përket shkrimit të emrave dhe mbiemrave në librat am, për librezat shëndetësore kemi pas reagime, të cilën është detyru fondit i kërkoj falje edhe Këshilli Kombëtar Shqiptar që ka qenë ky vendim ka qenë edhe publik përmes ombudsmanit, mbrojtësit qytetar. Edhe kemi reaguar edhe ndaj administratës tatimore në Bujanoc, që kanë refuzuar kërkesat në gjuhën shqipe. Edhe këtë kemi thënë si Këshill Kombëtar fitues, pasi që kemi detyruar administratën tatimore të pranojë shkresa në gjuhën shqipe që deri në atë kohë nuk e ka po. U përmend këtu edhe se Këshilli për shlyerjen e adresave të banimit, domethënë pasivizimin e adresave, Këshilli Kombëtar edhe në këtë drejtim ka pas reagime të vazhdueshme, domethënë edhe në takimet që ka pas kryetari dhe me shkresë, edhe këtë kemi dorëzuar si dokument, si kërkesë edhe në Bruksel, domethënë kemi marrë masa dhe mendojmë se Këshilli Kombëtar punon çdo ditë lidhur me këtë problematikë. Elementi i parë u diskutu disa të mira dhe disa të meta të Këshillit Nacional. Për Këshillin Nacional e meta kryesore, si gjithmonë mendoj personalisht, e meta kryesore ka qenë se Këshilli Nacional është formuar mbi idetë dhe parimet për me mbrojt interesin kombëtar shqiptar. Në bazë këtij elementi, mendoj se gabimi i parë që ka qenë edhe startues i Këshillit Nacional që është marrë atë shumë me Kosovën s'është marrë thuajse hiç me Shqipëri. Duhet ta theksojmë një thënie shumë, mendoj. Interesin të kombëtarët një pakice e mbron shtetit cili t'i përket, e nuk ta mbron shtetin në cilin jeton. U tha këtu shumë çka. Jo duhet me pas iniciativa, jo duhet me ndryshu ligji. E në veri kolegu jam shumë mirë citoj, në bazë të Kushtetutës është e lejuar. Është një akt nënligjor, domthonë akti ligjor e jep shumë mirë definicionin. Por është akti nënligjor që e përcakton për kufizimin e përdorimit. Aty është një farë pengese. Por si duhet ndryshohet kjo? Unë mendoj shumë thjesht. Ne, si shqiptar të Luginës, duke pas parasysh, Ragmia tha shumë mirë që për me ndryshu atë akt nënligjor, na nuk kemi të fuqishëm, duhet të bëhemi real, jemi realist. Por ndryshimi i atij akti nënligjor është i mundshëm vetëm me një marrëveshje ndërshtetërore. Pra, mendimi jem personal është se shqiptarët e Luginës Preshevës duhet t'i qasen në mënyrë të mëshme ose ofenzive, që si do të quheni qeverisë shqiptare, e cila është dhe obligohet për shqiptarët jashtë territorit të saj. Ky ndrim ose ndryshim, ky plotësim i këtij ligji do të kishte qenë i mundur vetëm me presionin e qeverisë Shqipërisë. Ndryshimet tona në aspektin ka disa kufizime
ka disa kufizime në aspekt ligjor se si mund ndryshohen edhe cilat janë procedurat për me ndryshu ose për me plotësu një akt ligjor. Por ne jemi të pafuqishëm që 16 vite kemi kalu në për kësi procedura duke shku në për Beograd, të bisedu me faktorin politik atje, të në anashkalu në vazhdimësi, pika parë, këtu kemi pas problemet tona të mbrëmshme mes subjekteve politike dhe prapë së kemi gjetë që 16 vite në nuk kemi mund me arrit një sukses konkret. Paktën një pikë suksesit. Pra, deri në 16 vitet nuk kemi mund me arrit, atëherë mendoj se është koha që Këshilli Nacional, pasi që është i themeluar si institucion enkas për këtë çështje, të mirët vetëm me Shqipërinë dhe Shqipëria ajo është ajo e cila do mundet që përmes ndërhyrjeve, përmes marrëveshjeve të ndryshme ta obligoj qeverinë e Serbisë që ta bëjë ndryshimin apo plotësimin apo shlyrjen e atij akti nënligjor, që është. Vetëm një shembull po duam ja vëlla. Dikun në Shqipëri jetojnë afër 6300 deri në 6500 Maqedonas që e thojnë vetit. U fol për Maqedoninë përdorimi i flamurit, që një 7 vite jam atje dhe jam në ngjarje rrjedha. Përdorimi i flamurit nuk është i kufizuar. Ta kemi parasysh. Por përdorimi i flamurit është me kushtetut i ndaluar. Janë 3 vendime ndryshme. Kushtetuta lejon. Thot, kushtetuta lejohet përdorimi i simbolit kombëtar. Ka vendim gjykatës supreme, që e ndalon pasi që domethënë ka një kontest mes shqiptarëve. Është vendimi halon fuqi i gjykatës supreme maqedone, që e ndalon përdorimin. Në anën tjetër është i prur ligji Republikën e Maqedonisë që e lejon. Domethënë kemi një kontradikt shumë të madhe në Maqedoni. Domethënë jam shumë. Por çfarë du me thonë, për 5000 Maqedonase që jetojnë në Shqipëri, Gruevski i tha Ramës, ti veç mi tregon numrin e nxënësve, unë i siguroj tekstet e mia. Kemi akte, kemi marrëveshje ndërkombëtare, kemi konventa ndryshme, cilat domethënë shteti obligohet. Por të bëhemi real, na si shqiptar, Preshev, Medveç, Bujanoc, na nuk mundemi të ballafaqohemi, domethënë suksesi është evident, nuk mund të ballafaqohemi me qeverinë e Serbisë. Dhe për këtë shkak mendoj se kjo çështje duhet ngritet në nivel qeveritar, me cilën qeveria e Shqipërisë do ta ushtrojë autoritetin e vet për këtë. Pas kryerjes së kësaj tryeze ne morën në prononcim Enkel Rexhepi nga Këshilli i Drejtave të Njeriut, i cili është një herë organizator jo vetëm i këtij debati, por shumë tryezave të tjera që kanë të bëjnë me arsimin, ekonominë, shëndetësinë, kulturën e shumë sferave të tjera që ballafaqojnë shqiptarët e kësaj ane. Pra, si që pata ju që përcjellët ju si televizion, ju falenderoj pikë së pari, dhe pa që kishte rekomandime dhe u dulën disa problemet të cilët shfaqen gjatë tërë kohës që flitet për çështjen e simboleve, çështjen e gjuhës apo dhe çështjen e shkrimit shqip në dokumente zyrtare. Pra, ajo që është më e dhimbshme, pam që nuk patëm politikantë, për arsye se ishin të ftuar të gjithë dhe të gjithë e kishin të identifikuar si do të jenë prezent, por në minutët e fundit më lajmëruan dhe disa që nuk do të vinë. Ajo është shqetësuese për shkak se gjithmonë sa herë që flitet për kur është fushata zgjedhore flasin për çështjet të cilat janë shumë të delikate si është çështja e simboleve, por në momentet e fundit kur duhet të diskutohet, domethënë nuk vinë të ballafaqohen me organizatat qeveritare që janë shumë serioze për mua në këtë moment dhe është pjesë të cilët na shqetëson gjatë gjithë kohës në të cilët ne jetojmë dhe kemi problemet në gjuhë dhe në simbolet kombëtare. A mendon se debati deli thot pa pranimin e njerëzve të cilë janë të zgjedhur nga populli, liderët të cilët udhëheqin pra luginën e Preshevës? Unë mendoj që është kompetent për simbolin kombëtar, por ashtu kanë edhe sekretari i Këshillit Nacional, ndërsa që kryetari nuk ishte. Po, unë mendoj që ata njerëz janë të votuar, ata njerëz janë njerëz të popullit. Po edhe organizatat janë të popullit, por përgjegjësia atyre bie mbi barën. Ata kanë barën kurrizore të cilat duhet ta bartin atë përgjegjësi. Por ata gjithmonë i ikin ato përgjegjësive dhe siç e thashë më herët, gjithmonë e shfrytëzojnë për fushat elektorale dhe jo për çështje serioze siç janë
të kombit tona apo të shkrimit. Këshilli i Njeriu pra ka organizuar debate të tjera lidhur me arsimin dhe shumë tema të tjera që kanë të bëjnë. Sa janë të fryshme këtu dhe do të vazhdoni në mëtej të organizoni debate të tilla? Këto debate janë të financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Zvicrës, kryesisht nga Ambasada e Zvicrës, dhe këtu kemi nxjerrë rekomandime dhe këto rekomandime do t'ju dërgohen në Ambasadën e Zvicrës, ku kemi edhe aksione rrugore, kur edhe ato aksione rrugore do të drejtohen kryesisht ministrive të përkatëse, si për shëndetësi, për kulturë, për informim, për arsim, ku do të ketë probleme të cilat preokupohen Luginë të Preshevës, dhe ato do të zgjedhen më të mirë dhe do të ju drejtohen pra ministrisë.